Të nderuar vëllezër, disa këshilla prej duke u bazuar në fjalët e Allahut që i recitua në lidhje me ditën e Kiametit. Dhe përmend disa skena prej skenave të ditës së Kiametit, vendodhime që kanë ndodhur në ditën e Kiametit. Inshallah nuk duhem ja udhëza shumë. Thotë Allahu në Kur'an: "Wa nufikha fi s-sur." فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. Do të shkatërrohet, do të vdes, përveç se kanë thënë Allah Azza wa Jalla. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. E pasaj thëtë në fizial kam e frithët surit Israfili, njerëzit do të rinjallën prej barezave dhe ata shikojnë. فبصرك اليوم حديد. Shikimin e kitën sfrat. Kur do të rinjallën, do të shikojnë. Allahu ka më në rinjallë përsëri. Dhe besimtarët kanë qenë të bindur në rinjallën. Zullëmqarë, kriminele, qafirët s'kanë besuar në rinjallën. Edhe kanë me thonë: "Men ba'athana min marqadina hadha." Kush na rinjallë? Ke dinë se Allahu i ka rinjallë. Besimtarët janë të bindur. Kanë me thonë: "Hadha ma wa'ada ar-Rahman." Po të kjo është përmëtimi i Allahut. "Wa sadaqa al-mursalun." Dhe të vërtetën e kanë thonë pejgamberët. Ne besimtarët, ashtu si që flasim, ashtu besojmë edhe në rinjallën, si kena më rinjallën dhe thëmë. Ashtu si që ekzistojmë, ashtu Allahu Azza wa Jalla përsëri ka më në rinjallën. Dhe ajo është dita e prishtimit, dita e friksimit, dita e Kiametit, dita e mashtrimit, dita në të cilën njerëzit do të ndahen në dy grupe. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Një grup thotë do të shkon për në xhenet, dhe një grup është në sa'ir, xhenem. Besimtarët e janë ndohur në këtë dunjë. Kafir e zoni, shkon xhami, fa namazin, i besish të Allahut. Tjetëri fire zoni, fa dërt, smërzitët. Njani frigohet prej harameve, frigohet prej kamatës, prej zinas, prej alkoholit, ruhët. Tjetëri se ka dërt. Shkon, i ban me katë Allahut, ban zina, ban punë fëllishta, rritë të një mundahën. Ashtu kanë mundah edhe këtë gjëkim. Një grupë për xhenet, një grupë për zjarë xhenet. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. نعدت تدربات شميت Vëzër, në Kur'anin, edhe shifni se sa Allahu i ka vlerësuar të devotshmit që kanë frikë Allahut, që ruhen për shi. Në atë ditë të devotshmit kanë me shku tek Allahu wafda, misafir. A dini sa është për besimtarët ajo ditë, vëzër? Ajo ditë është një ditë. Por për besimtarët është sa mi fal të reqatën.
Allahu ja leson besimtarët. Mu'minave që ka mos frikë Allahu dhe jetën e kësaj bote, ose në transmetim tjetër, prej drejt deri në kindi, çfarë është? Qëndrimi para Allahut për besimtarët, kurse për kriminalët, zullumçarët, një ditë sa 50.000 vjetë të gjatë. Do t'i vjen dielli për një kokë. Që ti kam i qëndru. Kjo është edhe që gjallë. E dikush ka morën gjallën në seshtë. Dikush ka morën gjallën duke thonë lebejk Allahumme lebejk. Që ka vdekë në haqë në umre. Du mu telbje. Dikush ka morën gjallën duke thonë la ilaha illallah. Ka vdekë me la ilaha illallah. Dikush duke thonë sadaka. Dikush duke urdu të mirën. Duke ndalu të keqën. Këto janë përfundimet e mira. Thot pejgamberi alayhis salam, yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi. Se cili ka morë gjallë, ashtu siç kanë të jetë. Në një transmetim që thot selefi, tamutuna kama ta'ishun. Do të vdesni ashtu siç jetoni. Wa tub'athuna kama tamutun. Do të rinjalleni ashtu siç. Dikush do të rinjallet duke mos sina. Dikush para Allahut ka më dhënë drogën të pi, alkoolin të pi, ashtu ka vdek, ashtu ka mos fundit. Duke kësi, muzikë, ashtu ka mërë gjallë për Allah, që ishte për para Allahut. Kjo është dita e trishtimit, dita e frikësimit. Allahu thot për këtë ditë, Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Në atë ditë, njeriu ka me ikë me vëllavit të vet. Wa ummihi wa banihi. Edhe për nënës, edhe për evladit. وصاحبته وصاحبته وبنيه هذا في الشوش لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه سلسلة عدت اكو حال نبات عدت سلسلة اكو ديرت نبات سلسلة صوت نفسي نفسي حالي Derti im, shkon djallit e babat e nona ma jep një sevall. Nona s'jep. Do t'jo bir, ndonjot kam dhanë, këpëllot me kam nevoj për sevall. Kër e shef gjenetin, as kush nuk e di se kam me shku në gjenema apo në gjenet. As nuk s'jep gjenetin e sevallve, së kam e i një qetrit. Në atë dit, disa ftila kanë më drejtu, disa kanë më nëzi. Si që e rezohet ajetin, Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Në atë ditë, disa ftila kanë më të bardha, dritë, dhe disa kanë më nëzi. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. E thos atyre që kam ju nëzif, tire kam me thonë, se kini mohu pas kini besu. Fëllon për l'adhab, shionë për ahot dënimi. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Atyre që kanë me zborë fëtirat, ata janë në mëshirën e Allah. Dhe ata kanë mëshirë për jetë. Allahu me zborë fëtirat në të në gjëkim. Njerëzit ka më rëgjatë të lojë bëda. Ata që hecin kam, ata që hecin me fëtyrë për toke, edhe disa tjetë do t'jenë të hipur disa mjetër dhe mjetërve të gjennetit. Kanë me shku tek Allahu misafir. Allahu do t'jep ushqim, haja dhe pije. Allah në bodhë me tjere dhe zë. Pas rinjalljes,
Vjen një, kena me hes, të gjithë ne kena me hes njerëz. Është një nuk ka dritë. Ende s'janë shpërndarë dritat. Dritat shpërndahen tek ura e siratit. Allahu e përshkruan këtë moment. Pasi që të gjallë njerëz kanë me shkuar tek toka e mahsherit. Tek toka ku kanë me dhonë llogarin njerëzit. Allahu thot: "Yawma yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu." Në atë ditë të gjithë njerëzit e ndjekin një thirrës, nuk kanë mundësi me ikë për atij thirrësit. Së është ta. Wa khashat al-aswatu lir-rahman. Të gjithë zërat janë heshtur para Rahmanit, mëshirues. Fala tasma'u illa hamsa. Gjatë ustimit vetëm nuk dëgjohet kur gjë, vetëm se hamsa. Çfarë ka është hamsa? Vetëm se trajët, hapet e njerëzit tak. Parallesh pas skene të kiamit, ha? E rësire madhe, të gjithë njerëzit heshtin për frikës, wa balagatil qulubul hanajir. Zemrat kanë në fitrë, nuk kanë për trishtimit. Të do kanë me dalë për frikës, po për frikën njëri shumë, zemrat kanë në fitrë për me dalë për trishtimit. Allahu subhanahu wa balagatil qulubul hanajir. Zemrat kanë në fitrë, trishtimit madh. Heshtje, frikë, vetëm hapat ndihen, udhtojnë drejt Allahut, e ndëgjojnë një melek duke i thirrë, është ta. S'mund me laku mbrapa me shku. Vetëm atë zonë dhe gjënë, mas zonët shkojnë. Pas e dhe zonë, shkojnë të toka e mahsherit, si ku që thamë, vjen dilli për mbi kokat e njerëzve dhe ati njerëzit do të qëndrojnë 50.000 vjetë. Si pas mëkateve që i kanë vepruar. Si pas gjunaheve, dikush do qëndron në djersa, deri tek zogu i kombës, dikush deri me gjunjë, dikush deri në mes, dikush deri në sekoja. 50.000 vjetë, e presin llogarin. Edhe njerëzit aq shumë siklet madh kanë aty, thonë, sikur të kish ardhur xhenemi tina në xhenem se këtu më lodh. Ma me të vene xhenem tina në xhenem ata se s'po vuj me dëru më këtu. 50.000 vjetë do të qëndrojnë kurse besimtarët që janë hijen në arshin të Allahut të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bin ujë prej krojit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej bazenit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është një muj i gjatë udhtim edhe një muj i gjerë udhtim, dhe është uji më i ëmbël se mjalta dhe më i bardhë se qumshti. Kush pi prej dorës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, asnjëherë nuk ka për të etur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shet disa njerëz i njeh. Kush e di se si ka më ndalur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë shenja? Sallallahu alaihi wasallam. Të abdestit. Dritë. Sigur se dikush nësi ka për shumë disa kuaj, me shenja i njeh kuaj të vetë dhe Allah për tjerëve. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dallu prej shenjave të abdestit. Mirë po disa s'ka me mujtë më afru të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak të risive dhe bidateve që kanë bërë në fe, që s'kan qenë prej fesë në kanë bërë bidate. Dhe më afru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rab, ummeti. O thot, ummeti jam, thot. Vjen një zë nga qielli dhe o Muhammed, që nuk e din se çka kanë botën mas teje, mas dekës tënde. Përderisa ke qenë të gjatë, kanë shkuar sunetin tënd, rrugën tënde, kur kanë ndru jetë, kanë ndru fe, kanë shti bidate. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, suhkan, qofshi la fe, qofshi la fe. Allahu në mësot që të pim ujë për dorës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit mahshar do të thonë, do ta lipin xhenemin. A thash, kur vjen dhe xhenemi, para se në ardhë xhenemi, Allahu وجاء ربك والملك صفا صفا. Vjen Allahu edhe melekët të rreshtuar. وجيء يومئذ بجهنم. هذا السيرة الجليل. أبين ملاك الجليل. وأن الله بين
Ato meleket vjen radhë dhe ndisen për të qukur Allah njerëzit. Edhe vjen xhenemi e bartën 70.000 dorë e ka xhenemi, 70.000 kapse, çdo kapse ka 70.000 meleke. Dhe njerëzit ta shohin xhenemin për trishtimit madh kohë nuk i mban. Është surja al-Jathia, surja e gjunjëzimit. Wa tara al-umma jathia. Para më çfarë s'kenë. Kur shohin xhenemin, duke ndez, duke vlu, për trishtimit madh kohë s'ka më bën. Edhe kanë më urë gjunjëzu. Këtë. Një surë është që quhet surë të Jathia. Sura e gjunjëzimit. E pastaj djelë një qafër e xhenemit edhe ju kursnon ato që kanë bërë shirkë Allahut. Dhe do ta shohin ato që kanë ndodhur. Ato që kanë bërë mëkate, lojë Allah të vjen, del një qafë, thotë ka sy dhe gjuhë dhe flet në xhenemit del. Ju kursnohet njerëzve në mahshar. Dhe kjo është ditë e vështirë. Është ditë e rëndë. Ditë e llogarisë. Do të pyetin para Allahut Azza wa Jall po çdo gjë që kemi vepruar. Melekët e shkruajnë çdo vepër. Edhe njëri kur ta shohë librin do të thotë mali hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Çfarë ka libër që s'pas ka lënë asnjë gjë pa regjistruar. Edhe gjërat e mëdha edhe të vogla të gjitha pas ka regjistruar. Kurse besimtarëve do të jepet libri kanë në gjatë. Allahu Kur'an فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اتويتي بسليبي كان الجاز كان مثال شو مثال هاؤم اقرأوا كتابيه لزوجي لنتا كرنوت شو انت فاميليا تشوق تأبلاد بطميرة إني ظننت أني ملاق حسابيه ونشابيش يبيدو سكابلون غريب فهو في عيشة راضية أيش كشمة في جنة عالية نجنة الأرض قطوفها دانية بيمة تلقيت آفر فروت تلقيت آفر جنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هنيئا بيني يبوفت مير سيوكني veprat mira në ato ditë të caktuara, ditë pakta, që keni jetu pak në njohë. Edhe me të shumë pak kemi jetu këtë njohë. Qalu kem lebistum fil ardi anë sinin. Kam na vet njerëzit, kam na vet melekët, sa keni qëndruar në njohë. Qalu lebithna yawman aw ba'da yawm. Kanë kena me thonë një ditë ose një pjesë të ditës. Kena me harru. E kujti libri ka në majtë njerë për atë. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه يا ليتها كانت القاضية كما قال أوفت كشين ديك أشكاتين برمو بس كان الجاف شوي هلك عني سلطانية قد مش كاتوري موثت بوزيتين بس الله يخد ملائكة خذوه فغلوه بارك ما أغنى عني مالي بس يصبر دوي خذوه فغلوه كابني هذا الليدني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ما نقدر نشتغل الجهنم ملائكة مبرامة الليدن هذا قابل فلوك هذا برقام هذا يشتغل صفار دام جهنم الله نروح ثم الجحيم هذا المنصور نروح الدين كاناديات بس الطالب تمام الدين كاناديات بس الطالب بفلاسم الله نبغى في تيرة لازم نفهم
do të lexojmë mëkatet që kemi bërë. Se të gjithë jemi mëkatarë. Edhe do të bëjmë marrë shumë për Zotin, kur të shohim se edhe çdo mëkat Allahu ka regjistruar. Edhe i shpëton fletat, shpëton. Edhe shef mëkatet se njerëz jemi. Nëse kemi jetuar 60 vjet, 70 vjet, para mendon se ka një person me burg i vet. Për çdo ditë. Ne themi shumë letës e një kibetit për gëjimin. Ka një person për një vjet 360 person, 365 veta. Për 10 vjet 3000. Për 60 vjet vetëm ka një person me përmend, me të kesë në zotit, apo sa persona e përmendim ne. E ne themi s'kemi gjunar. E kur të shohim këtë fletë mëkate edhe mendon se kemi shkatruar. Kur vjen një fletë tjetër, ke botovë e pendu. Ti ka falë Allah. Pasaj fillon mi të zuhe pirat e mira që kemi bërë. Namaz, zeqate, agjerim, haqë, urdimin të mirë, dalimin e keqe, respektimi i prindërve, bamirësia ndaj njerëzve, sadakaja, duaja, dhikri, edhe pasaj shkon të familja dhe gëzohesh me librin. Allah në gëzohesh me librin. Kjo është në momente më të vështira është kjo, edhe për momente më të vështira vëzën është edhe kur do të peshohen veprat në peshohen. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur do të ka me qëndruar tek peshoja për ti vëllezër në shkëndosh për të Allahut. Prandaj ato shkëndosh për të Allahut kanë me qenë në hijen e arshit të Allahut, që atë s'ka hijen për si e arshit të Allahut. Nëse peshoja u paksohet, thot unë kam me qëndruar, kam me ndërmjesu që të peshoria të nëndohet dhe të shpëtan. Dhe zërë dhumja orë shumë kohën, se me folë për ahiretin ka shumë dhe zërë. Për çdo temë që e kom përmend në këtë fjalim, unë me folë dhe me javë të tëra, por qëllimi është një përkujtu për faktit që ta largojmë për zemrës dunjan, sepse zemrën tonë e ka kapluar dunjan, e ka marrë përpara dunjan. Ta mbushim zemrat tona, të mbushim me dashurinë e Allahut. Të mbushim zemrat tona me dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të mbushim zemrat tona me dashurinë e Islamit. Të jetojmë me Islam. Të thrasim njerëzit në Islam. Të vdesim me Islam. Të jetojmë me fjalën la ilaha illa Allah. Të thrasim njerëzit fjalën la ilaha illa Allah. Ka fjalë më të mirë. Edhe të vdesim me fjalën la ilaha illa Allah. Të pendohemi. Ramazani është një shans e madhe vëllezër që ne t'i kthehemi Allahut azza wa jall me pendim. A dëshirojmë ta kthejmë Allahun. Allahu gëzohet me pendimin tonë vëllezër. Kur ne kthehemi Allahut, Allahu gëzohet. A dini si gëzohet? Sigur ai personi i cili e ka humbur devën e tij në shkret të tillë, në devë ka pas ushqimin, hajën, pijen, dhe e ka kërkuar se ne ka gjetë, ne ka humbur shpresa se ka me gjetë, dhe është ndarë në një dru, dhe vetëm se e pret vdekjen, me lekul motit ja marrë shpirti, se nuk ka më jetesë shkretir, edhe se gjumi prej merakit, prej frikës, se ne ka gjetë devën, dhe kur zgjohet me gjumit e shef devën se i ka ardhur aty afër. Edhe për gëzimit madh habitet, edhe thot, o Zot, ti je robi im, unë jam Zoti yt. Akhta'a min shiddatil farah. Gaboj për gëzimit madh. Nëse me thonë, o Zot, ti je Zoti im, unë jam robi yt, e tha të kundërtën. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahi tha Allahu gëzohet për tauben, për pendimin e ndonjërit prej juve, sikur se çaj personi i cili dhe atë shkretirin e ka gjetë devën, i ka ardhur jeta. Kështu Allahu gëzohet. Prandaj edhe Allahu na thot me pendim. Allahu dëshiron neve të na falë mëkatet. Inshallah. Po ku jemi ne? Sa pendojmë ne për mëkatet, për gjunahet që i bëjmë? Thotë Allahu pranë. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allahu dëshiron të falë. Ka bërë me falë. Do të falë.
ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Kurse ata të cilët ndjekin epshet kanë dëshirë të bëhen sikur ata. Jahilët, ignorantët, i xhelozojnë besimtarët. Sepse për të qenë besimtar duhet me bëhet kufime të Allahut. Kufime të Allahut në përbajtë. Është rënd, nuk është lehtë me kon adhuruesi i Allahut, me fal pesë kohë, me urrë haramit. E ato s'mundën më bëjnë, ata kanë dëshirë të bëhen sikur ata. Po ne duhet t'i kthehemi Allahut vetëm me pendim, t'i kthehemi Allahut me tauba me istighfar, e që të dalim nga ky Ramazan, lutim Allahun azh të dalim nga ky Ramazan me mëkate të falura, ashtu siç na ka lindur nona, nuk duhet me azgat më tepër. Allahu ju shpërblet për dëgjimin. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.